Një organizimin e klubit Besa dhe prej kur dëton, sa vite ka, sa lojtar? Atëherë klubi futbollistik Besa daton prej vitit 1979. Klubi tash ka marrë përmasat e zhvillimit, konkretisht prej ndërtimit të stadiumit tash brenda një viti që është bë. Investimi më i mirë ndoshta në fshat që kemi bërë si klub ka qenë ndërtimi i stadiumit, ku më përpara shkaku i kushteve të cilët nuk i ka posedu klubi, nuk i kanë pa të rinjt edhe perspektivën për të arrit më tutje. Tash ka interesim më të madh prej trive, prej talentave tri, të cilët ushtrojnë vazhdimisht këtu edhe janë të përfshirë. Dy prej tyre mund t'i veçojmë të cilët tashmë janë vetë pjesëmarrës në klubin futbollistik Shkëndija në Tetov, ku prej këtu do me thënë i kanë nisë ato hapat e parë të këtij rrugtimi. Asri, po mirë, përveç fushës së sportit, çfarë aktivitetesh të tjera merren të rinjët në fshatin Çollopek? Po, rinja e fshatit Çollopek kohëve të fundit ka qenë aktive, ku kemi marrë pjesë në disa aktivitete. E veçoj tash aktiviteti që është bërë si tradicional në fshatin tonë, aktiviteti i iftarit për Ramazan, aktivitet tjetër turneu i organizuar i klubit i futbollit për fshatin tonë Besjan Jashari, i cili edhe ajo është bë tradicional. Aktivitetet tjera si rini që kemi marrë pjesë ka qenë edhe aktiviteti i 28 nëntorit për ditën e flamurit kombëtar, ku janë vendosur mbi 250 flamuj në shtyllat e fshatit, po në përfshat. Unë gjithashtu jam edhe antari shoqërisë kulturore artistike Burimi të fshatit Çollopek, ku kemi pas edhe aty disa aktivitete folklorike, më tepër kemi organizuar për mërgjimtarët tanë, të cilët kur vijnë gjatë verës kemi organizuar koncerte. Sa antar jeni? Aty jemi dikun të 8 antar, po e mira asaj është më shumë janë të moshës vjetër ose të mesme, po më e mira asaj është se unë edhe një djalë i ri, Redvan Lezami, tashmë një vjet ose një vjet e gjys ka që jemi antar aty, edhe shumë mirë kemi përvecu instrumentet folklorike, ku më herët nuk i kemi zotëruar aq. Thotë kanë mungesa e kushteve, i ka bërë që mos shfaqen talentat e ri, se talenta ka edhe në fshatin tonë, ka shumë, ka të rinj, ka aktivista, po mungesa e kushteve më përpara nuk i ka bërë ato që të vazhdojmë në tutje. Po mirë, si e shihni të ardhmen tuaj në këtë fshat? Po e ardhmja joja dhe e gjeneratave tuaj? Jona dhe gjeneratës tonë, tash e shohim se shumica e të rinjve emigrojnë jashtë vendit, shkaku i kushteve jo të mira këtu që i kanë. Po e mira asaj do ishte që ata një ditë të ktheheshin edhe të investojshin në vendlindje, sepse edhe këtu mund të ndërtojnë të ardhmen, edhe këtu ka perspektivë. Bile të bëhen edhe më të suksesshëm. Edhe më të suksesshëm, sepse ka shumë për atyre të cilët janë bërë të suksesshëm atje, po kur atje jam pse mos janë edhe këtu, të kthehen edhe këtu të investojnë edhe për këtu, për të ardhmen tonë, për të rininë e ardhshme që do të vjenë në fshatin tonë.